Në fillim të mbledhjes na u tha i qartë që juve nuk keni alternativë përveç se të pranoni, pra projekti do bëhet. Dhe fjala e parë që i tham ishte kjo, ne nuk jemi kundër projektit përderisa ne kemi konstatuar gabime. A nuk jeni për rishikim të projektit? Nuk jemi, do prishet çdo gjë, do bëhet çdo gjë, ne jemi këtu vetëm për t'ju dhënë alternativa çmimesh, opsione shtrimesh dhe objekte ku mund t'ju strehojmë. Të treja u mbajnë deri në fund. Gjatë bisedës, të gjithë ishin të acaruar që nga fakti që u fol në mënyrë të prerë. Dhe kur filluam t'i dëshmojmë objekte për aq sa i dëshmuan, objekte që kanë vlerë arkitektonike historike, të cilat që çuditërisht nuk janë as në listën e shpronësimit, mendoni sa grave, tha, okay, këto raste do t'i shikoni. Pra i bjen që ata po rishikojnë diçka, por megjithatë, kryesorja që duhet të bëj kjo bashki dhe kjo administrat, dhe që në kontakt me juristen duke ja kërkuar që kryetaria e bashkisë ta bëj pikërisht, duhet të anulloj të gjithë letrat, të gjithë vendimet e IKMT-s në mënyrë urgjente, ose njerëzit pasaj do t'jenë bashkë në çdo godinë që ta mbrojmë. Po u anulluan ato, asnjë fjalë që u tho sot nuk ka vlerë. Ministri foli për 35 objekte, ndërkohë aty janë shumë më tepër. Janë shumë, në dorë të parë janë 35. Po ato që do jenë më vonë janë si për 100, ata nuk i diskutojnë akoma përderisa nuk kanë dalë, edhe kur ne i përmendim, ato thonë, ato janë pjesë e projektit, po pse flisnin në emër të tyre përderisa s'u ka darë akoma vendimi për shpronësimin, pa ata janë të pritshëm shpejt. Në dorë të parë janë këto të rrethit të amfiteatrit, që VGM-ja ka qenë në 2023-shin, pra që në një farë mënyrë ka dalë dhe jashtë kohës, sepse dhe shpronësimi ka një kohë limit, dhe kjo e jona 74 banesat ku ne na morëm vetëm për objektet, sepse trojet është një histori më vete e trojeve, që këto kanë shkuar e kanë shpronësuar troje që nuk shpronësohen, siç e kam thënë, të komuniteteve fetare, shpronësojnë troje të cilat po të duan ata për interes publik siç duhet parku, pa i shpronësuar mund të bëhen. Dhe edhe me ligjet shqiptare ata nuk duhet të shpronësohen. Por për këto nuk u prononcuan fare. Në përfundim të takimit mund vlerësohet pozitiv, negativ? Njerëzit janë shumë të pezmatuar nga fakti që nuk lejojnë opsionin e rishikimit të projektit të gabimeve. Vetëm me 2 raste që u treguan aty u dëshmua që këtu ka projekte që nuk janë studiuar si duhet, dhe ne kemi mbi 6 muaj që themi pikërisht këtë. Projektet janë bërë shumë keq, janë bërë gabim, dhe nga gabimet pikërisht nga kjo vinë. Mirë po, me sa duket, pjesa tjetër është shumë këmbgulse, administrata e cila sjell edhe si kryeministrin për të mbështetur idenë e vet. Kjo është pak luftë force me sa duket. Data 16 e hëna e javës së ardhshme është data e fundit për të liruar banesat, dhe pavarësisht nga bisedimet që po bëjmë sot, njerëzve u kanë ardhur letra të tjera nëpër shtëpia. Faleminderit. Faleminderit. Ishte okay?